Po... Stashtu ka bot të dy ato. Po, në fillim ka vazhdu, në fillim ka nisë në fakt si hobi, pastaj ma vonë është bo profesion e pasion e gjithë tjetër. Po, dhe nëse flasim për Besart Berisha, konkretisht si kanë ndryshu Besart i mund të mbi projektit parë e deri tek kënga e fundit pashastit të ballit? Po, projektet e para janë shumati, unë thashtë se si fëmi kam album, po ndryshon njeri se për shembull në muzikë është mirë me eksploru në për kapak. Zhanre mirë, po zhanre muzikës popullore, mu më flenë, kjo është një balade e fundit, po edhe këngët ritmike, sidomos neve na hymë punë për festa, darsma, ku bojna muzikë, kështu që ndryshim, po mirë po, jo me dalë prej punës që bojna zakonisht, se thash unë jam aktiv në për darsma, në për mbrëmje, festa zakonisht, kryesisht festa familjare, festa përgjithësitë lokaleve në për datat saktume, kështu që nuk guxoj fort me lëviz për i zhanrit që e kom punë. Se thash nuk e bëj veç për pasion, po edhe për profesion, se do më mbjetojnë api kësaj.